Për të gjitha ato pallate që janë ndërtuar para vitit 1991, cila është situata ligjore e pronësisë që kanë pronarët e apartamenteve që jetojnë në këto pallate në raport me truallin mbi të cilën është ndërtuar ky pallat. Ose është njohur dikujt prona për t'u kthyer, por nuk është kthyer, është në proces kompensimi, por jo individët që kanë në pronësi apartamentet. Dhe çfarë ndodhi mbas procesit kur u konstatuaj që ky pallat nuk është më i jetueshëm? Ndryshon situata për apartamentet e kohëve të sotme, të cilat truallin e kanë në bashkëpunësi të detyrueshme gjithë pallati. Por me vendim shteti apo qeverie vendoset për arsye teknike shembja e këtij pallati. Banor dhe që janë pronar të apartamenteve të pallateve të vjetra ndërtuar deri në vitin 91 janë të gjithë të rrezikuar që një ditë mund të zhvishën tërësisht nga pronësia nëse apartamenti ose pallati pra ku ata jetojnë nuk është më i banueshëm për një arsye apo për një tjetër. Ka ndërtues të cilët kanë preferojnë që mos i hyjnë shumë andrallave dhe bëjnë marrëveshje me banorët ku janë marrëveshje edhe me interes her pas here. Pra domethënë duhet të kenë parasysh që do vi herët apo vonë koha që do trokasin nder, po themi ky lloj problemi.